Jemi këtu te Penda e Livoqit, apo ndryshe me thonë, jemi te liçeni i Livoqit. Liçeni i Livoqit ndodhet në komunën e Gjilanit, saktësisht në dalje të Gjilanit, rruga Gjilan-Prishtinë. Penda e Livoqit thuhet se është ndërtuar në fund viteve 70-ta, fillim viteve 80-ta. Muri i betonit i kësaj pende është diku 12 metra i lartë dhe 150 metra i gjatë. Penda e Livoqit faktikisht ka gjatësinë 700 metra, ndërsa gjerësinë e ka 200 metra. Kapacitetin me ujë që përmban ky liçe është diku rreth 400 milion litra ujë dhe është karakteristikë se asnjëherë edhe në thasira më të mëdha që kanë ndodhur në vendin tonë, ky liçe asnjëherë nuk është shëruar. Një prej arsyeve pse ky liçe asnjëherë nuk është shtar është se në këtë liçe derdhen kanalizimet e fshatrave që kanë qasje në lumin Morava. E ato fshatra, siç e dini, janë ku duke filluar nga fshati Jabuq, që është mbrapa meje, fshati Bresarc me gjithë lagjet e tij që kanë qasje në lum, fshati Ponesh, fshati Parallov, edhe një pjesë e fshatit Llavian. Vlen të theksohet se është edhe një rrezik potencial, sepse në nivelin e kësaj pende shtrihet fshati Livoq, ku ka afërsisht mbi 1000 shtëpi, mbi 4600 banor. Pra, në rast të shpërthimit apo prishjes së këtij muri prej betoni, atëherë ka rrezik potencial që të përmbytet komplet fshati Livoq. Me pak investime dhe vullnet nga niveli qendror apo edhe ai lokal, ky vend do të bëjë një atraksion i madh turistik.